Shikues të dashur, tash do të lidhim edhe një herë tjetër me Jehonën, por në këtë rast takohemi jashtë studios dhe flasim për ngjarjet e kësaj dite. Jehon, linja për ty. Shohim që se Jehona po na dëgjon ose jo, dhe pastaj do të vazhdojmë flasim për ngjarjet e kësaj dite, e që si temë kryesore e kësaj dite apo lajmi kryesor, krye tema është pra dhe seanca e radhës apo e 15 herë prova për me konstituu kuvendin. Edhe tash do të shohim se çka do të ndodh, ka pasur edhe takime të cilat janë zhvilluar, por që tash presim. Kjo seancë pritet që me fillu prej orës 10, pra vazhdimi 15 i seancës për konstituimin e kuvendit, pastaj do të vazhdojmë edhe me ngjarje të tjera. Nëse Jehona pastaj na dëgjon, do të vazhdoj, nëse jo do t'i tregoj unë për me tregu se cilat janë prej këtyre ngjarjeve të cilat e karakterizojnë këtë ditë. Jehon? 15 sa i përket konstituimit e kuvendit të Republikës së Kosovës, e që pra kjo ngjarje pritet që të bëhet në orën 10. Pastaj kemi nga ora 10 po ashtu, Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane, Oda Ekonomike Gjermane Kosovare, Klubin e Biznesit dhe Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës organizojnë pra mbledhje me bizneset që prekin nga vendimi i zyrës së rregullores për energji. International Maritime School of Kosova pastaj organizon një panaj shkencor i cili do të mbahet në sheshin Zahir Pajazite që do të jetë në orën 11. Po ashtu kemi edhe në orën 12 organizata e veteranëve të luftës të UÇK-s, të cilët pra mbajnë një konferencë për media. Pastaj do të jetë edhe në orën 12 promovimi i librit Revolucionin 1981 i Bajram Kosumit, pra i cili do të mbahet në amfiteatrin e bibliotekës universitare. Pra, si që e përmenda, unë tashmë veç se jam pra para kuvendit të Republikës së Kosovës, ku edhe pritet që të bëhet pra të mbahet seanca e radhës në këtu pra për konstituimin e kuvendit, e që është pra tentimi 15 i deputetëve të zgjedhur nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Pra të dielën ka qenë pra edhe seanca tjetër e kuvendit apo tentimi i fundit para kësaj që do të mbahet sot, por se ka dështuar që të mbahet pra edhe kësaj radhe, ndërsa sot pra po pritet që përsëri, përderisa ka mospajtime apo janë vetë partitë të cilët kanë qenë opozitë gjatë mandatit e kaluar, të cilët pra janë kundër kryesuesit të kuvendit, propozimit për kryesuesit të kuvendit Albulina Haxhiu, dhe që ata po kërkojnë që të jetë dikush tjetër dhe jo vetë zonja Haxhiu. Mund të themi që në tentimin pra të së dielës, pas tentimit të së dielës, kemi kryetarin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili pra edhe ka quar pra në kushtetuese çështjen e votimit të fshehtë, pra vendosja ka tentuar që përmes tentimit apo votimit të fshehtë që të kaloj pra edhe apo ta zgjedh apo ta konstituoj kuvendin e Republikës së Kosovës, mirë po një gjë e tillë sipas vet AK-s, po ashtu në përkrahje edhe nga PDK dhe LDK është në kundërshtim me ligjin, kështu që në këtë mënyrë që të tri partitë së bashku pra kanë dërguar këtë votim pra mënyrën e votimit në kushtetuese. E pra mund të themi se vetë vendosja pra nga votimi në mënyrë të hapur, ka dashur që të formojë një komision që të bëj pra edhe votimin në mënyrë të fshehtë, mirë po që kjo ka dërtuar pasi nuk kanë arritur që ta zgjedhin pra vetë këtë grup apo këtë komision. Në të kundërtën, vlen të theksohet se edhe presidenti Osmani tashmë ka reaguar duke i ftuar në takim pra partitë politike, e në mënyrë që të jetë pra si një tentim për të dalë nga ky gërç apo të arrihet një marrëveshje mes tyre dhe në mënyrë që të formohet pra kuvendi dhe qeveria, pasi që kemi pra disa muaj që janë mbajtur zgjedhjet dhe Kosova është ende pa një kryeministër dhe pa një kuvend
Mund të cikim që të gjitha partitë politike pra kanë konfirmuar se do të mbajnë mbledhjen apo do të takohen bashkë me presidentin Osmani, pra do të jetë pas nesër me 15 maj, por të shpresojmë që një gjë të tillë të zgjidhet sot dhe të mos ketë nevojë pra edhe për një takim apo për vazhdime të tilla ku edhe mund që të vazhdohet pra i gjithë ky proces i cili nuk po gjen një fond apo një zgjidhje. Kështu që Agnesa, me këto informacione, pra po presim që sot të zhvillohet dhe të kemi pra një befasi të themi ashtu dhe të zgjidhet gjithçka ky ngërç politik. Uroj që tjetë ashtu je, unë faleminderit shumë për këto informata, këto detaje cilat i këndoa me ne dhe me shikuesit e emisionit mëngjesit. Shikuesit e Koha-Vizionit mund të informohen edhe përmes Koha-Vizionit, televizionit të arta, po ashtu edhe koha.net portalit, ku aty i gjenë të gjitha informatat, ndërsa me njëherë, kur fillon edhe seansa, por edhe para fillimit të seansës, në orën 10, kur është parapash që të mbahet e 15 herë me radhë, ku dhe mblidhen deputetët e kuvendit, fitimi, kolegu ju do t'jetë këtu për me ndoa informatat në kohë reale për asë se çka ndodh, pastaj do t'i dëgjojmë patjetër dhe deklaratat dhe si çdo herë do të kemi edhe analizë dhe të ftuar të cilët i diskutojnë këto çështje politike.